Unë jam Matilda Matia, edhe sot nuk jam vetëm para jush si kandidate e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipëri Mallështore, po sot jam si një prej jush, si një re e shoqënisë tonë që ka fuqinë me ndryshu këtë realitet që ne po jetojmë. Ka fuqinë me ndryshu Shqipërinë, me ndryshu Shkodrën, edhe me bë këtë vendin tonë, jo t'ikim, po të rrim këtu mu zhvillu këtu, me e pa të ardhmen tonë këtu. Unë e di shumë që kena problematika të shumta. Ju i dini përpa mirë se unë, se cili të fillu me punësimin, të fillu me arsimin, të fillu me shëndetësin, me sportin, e shumë mungesa tjera. Po ka ardhur koha që ne tonë bashkë ta marrin të ardhmen tonë, dorën tonë, fatin tonë, mos ja japim ma mundësin këtyne njerëzve e kësaj qeverisje të na ulin. Na lejojnë me jetu këtu, ne i kërkojnë me jetu në vendin tonë, në këtë vend që na kanë dhënë parë tonë, e ne do të vazhdojmë të jetojmë këtu. Ju mbaj thirrje të votoni për Shqipërinë Mallështore, për Shkodrën Mallështore, për Shqipërinë që e do rinin këtu edhe nuk e nis jashtë, për Shqipërinë që ofron mundësi rinis, mundësi reale punësimi, mundësi të mira arsimimi. Bashkohuni me ne që ka bërë ndryshimin edhe rroft Partia Demokratike, rroft rinia shkodrore shqiptare, rroft Shqipënia që do. Faleminderit.